Enea Mihaj që sot mund të ishte një futbollist i Samsunsporit në kampionatin turk, pasi mbrojtësi i kombëtares shqiptare të futbollit kishte një akord parimor me klubin në fjalë, por gjithçka dështoi në momentin e firmave. Këtë e ka zbuluar presidenti i Samsunsporit, Yüksel Yildirim, i cili në një intervistë ka zbuluar përpas skenat e transferimit të dështuar të lojtarit, i cili ishte lojtar i lirë. Sipas tij, disa klauzola të kërkuara nga menaxheri i futbollistit kishin hedhur në erë gjithçka. Më kryesorja ajo për largimin si lojtar i lirë nëse klubi binte nga kategoria. Ne kemi një qëndrim. Kemi arritur një marrëveshje me 2 lojtarë këtë sezon. Avokati i të dytit vendosi 2-3 klauzola që nuk i pranonim dot në fazat e fundit. Ne po luajmë në Europë, ti thua nëse bie Samsunspori. Unë këtë nuk e pranoj dot, thash vëlla, ose vjen te Samsunspori ose jo. Gjëra të tilla nuk duam t'i shkruajmë. I thash hajde, i thash 24 orë kohë, nëse nuk donte mbylla transferimin. Nëse do të ishte dikush tjetër ai do të jepte gjithçka për atë transferim. Unë si presidenti qëndroj vendimit tim. Lojtari me të cilin arritëm një marrëveshje kishim caktuar dhe paratë e tij. Bëm një marrëveshje 3+1 vjeçare. Fola me lojtarin për gjithçka, foli Fuat Çapa, foli trajneri im. Për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për Enea Mihajin, tregoi presidenti se si kishte dështuar transferimin mbrojtësit shqiptar për këtë klauzolë që kishte dashur në kontratën me Samsunsporin, i cili do të luajë në Ligën e Europës në këtë sezon.